Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi zhvilloi një takim elektoral me banorë të Çoles në Vlorë, bashkë me kandidaten për deputete Zamira Sinaj dhe kryebashkiaku Nermal Dredha. Ata kërkuan mbështetjen me votë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën në zgjedhjet e 11 majit. Banorët e kësaj lagje, tha Çuçi, deri në zgjedhjet e vitit 2021 kanë votuar përgjithsisht partitë e djathta, por kësaj radhe është ndryshe, sepse kanë kuptuar shumë mirë cila është forca që do të vijojë të qeverisë Shqipërinë në 4 vitet e ardhshme dhe do ta çojë vendin në Bashkimin Evropian. E prita me shumë kënaqësi ftesën tuaj sot, sepse ishte një kërkesë nga ana juaj që ne takohemi bashkë. Ishte një kërkesë nga një komunitet që ka votuar Partinë Demokratike apo ka votuar partitë të djathta deri në zgjedhjet e 21-shit dhe sot konfirmon që Partia Socialiste do jetë partia që do qeverisi Shqipërinë edhe të paktën 4 vitet e ardhshme. Tashmë nuk ka më majtas dhe djathtas, po ka përpara dhe mbrapa. Pra duam të shkojmë përpara apo duam të mbesim mbrapa. Të dashur miq, ju nuk do zhgënjeni kur që përqafuat dhe do përqafoni në datën 11 maj Partinë Socialiste. Ja u garantoj këtë gjë dhe garanci për këtë është ekipi jon, garanci për këtë është qeverisja socialiste, garanci për këtë është Edi Rama. Është Edi Rama që i ka ndruar faqen Shqipërisë, po sidomos Vlorës. Nuk ka kartolinë më të bukur për të dëshmuar transformimin e Shqipërisë se sa transformimi i Vlorës. Mëtej Çuçi përmendi disa nga projektet madhore që presin të finalizohen në Vlorë, si aeroporti ndërkombëtar, marina, port industrial, zgjatimi lungomare e të tjerë. Këtu do kemi një Vlorë me aeroport ndërkombëtar, një Vlorë me marinë nga më moderne të Mesdheut, një Vlorë me port industrial, një Vlorë me lungomaren më të madhe në Mesdhe. Dhe do ta kthej Vlorën së bashku me qeverisjen socialiste dhe me Edi Ramën në krye destinacionin kryesor turistik të Mesdheut. Prandaj ne duam çdo vot tuaj. Ne duam çdo vot tuaj që të konfirmojnë pikërisht mbështetjen që vlonjatët do t'i japin Edi Ramës. Por ne duam si konfirmim në mënyrë që ku të shkojmë në Europë të jemi sa më solid si shqiptar, jo si të majtë dhe si djathtë, po si shqiptar që duam të ecim vetëm përpara. Unë ju uroj më të mirën për familjet tuaja, po gjëja që uroj për shumë është që ju nuk do zhgënjeni nga Partia Socialiste dhe do bindeni çdo ditë më tepër që sot, që në 11 maj do të bëni zgjedhjen e duhur në jetë, do zgjidhni numrin 5 në fletën e votimit Partinë Socialiste.